Pa dhe njerë bje thëmë, nëse e keni në kokën tuaj, që keni artu me njerë student, ku ke qenë, edhe ti me rezervu, të holla, më bëj i pasur, hiqat, me ndim krejtë se i nga bim, që si në stanë. A di që shme të raku që si i nga bim? Sikur se pulla e pare këmishës, kur për takohet gabim, këtë pullat e këmishës shkë qërë. E ta kësë për takoni pullën e parë jo, jo vendohë. Qitë një pullën vendaj, dhe këtë pullat që këndalje në shalë në Më vjen mirë që u takom, jo falenderoj për mirëdhëzim, jo falenderoj për respektin që keni treguar. Kum pas dëshirë ende me najtë më gjatë me juve. Mirë po besën e Allah xhalesha në këta minutat, aty një mundu sot edhe me kolegët edhe me doktorët juaj këtu me zyrtar, secilët ka 5 minuta më edhe hakun e disa shokëve të ndershëm që nga koha luftës që i kemi në kell edhe ma ta ende i kemi lidhjet tona. Edhe këta konferenca tona, pjesëmarrja në konferenca lobimi për Kosovën, është shumë e rëndësi. Par dje, erdha pi Gjakartës në Indonezi, në konferencë edhe atje, një intervistë murën, pastaj edhe pas prezentimit të kumtesës, edhe çështën e Kosovës, zyrtarën në zëvendës të Ministrit të Edukimit, erdhë në natën barkën zyrtare, edhe atje shova këtë mesazh që Kosova ka nevojë për Indonezi. Indonezia në nivel me 240 milion banorë, Jakarta qytet me 30 milion banorë, kalo pa teks në kalon. Koshta e Jakarta e Indonezin që keni kujtu, apo unë e kam kujtuar prapambetun, çfarë përparimi, çfarë teknike. Nuk ka dallim pikëllë fikuare nuk. As pak. Po investorët e huaj kanë investuar aty edhe po keq përdorin pasurinë, domethënë njerëzore islame dhe numër të madh muslimanëve, po keq përdorin. Ai është një vend që pja leka me shku me vizitu, apo me investu, apo më përfitu nga atë. Pranimi i Indonezisë, zyrtarisht për çështjen e Kosovës, na e bën në tonin, zëvendës Ministrit të Edukimit të Lame, edhe me intervistë kamerë zyrtare të universitetit, edhe aty, alhamdulillah, përsëri e konfirmova, ndërsa në Brunei, në 5 konferencë internacionale, edhe aty anglisht, edhe arabisht, 5 komitesa zyrtare, edhe aty kemi qenë direkt mesazhet sultanit Haxhi Hasan al-Bulkia, të thëtë për pranimin e Kosovës, ndërsa në Arabi, alhamdulillah, dhe ne në Amman, në Imarate, në Tajlande, vende tjera, edhe ne alhamdulillah, komitesa vjen prezentua, po, është çështje kohës, çdo gjë do të rregullohet, inshallah. Neve na duhet gjenerat të shëndosh, gjenerat jo të korruptum, student shëndosh, student aktiv, student, domethënë, fetar, moralshëm, për që si njerëz ka nevojë Kosova, për ndryshe për njerëz të smut, për njerëz demela, për njerëz që jenë në rrugë, për njerëz që atë nuk dini broshurë lexuan në drejtimin e vet të ekonomisë apo mass communication apo political science apo atë islamic finance fjala apo vjen çka fantim nëse i lexon 10 artikuj në ditë, 5 artikuj i duhesh me lexuar specializim tandem e 4 artikuj për drejtime të tjera. Nëse i lexon 10, do të pyetja i lexon 10 artikuj të tjerë. Po nëse lexon 2 nga ato 2 artikuj gjithë ditën qëtë adin aty, qëtë rëmës apo me rëshaj humbe kohën me iblisin e me shejtanin, bono djali, vajza djale, shëndrova dhe me nikneme, me ndrë. Qëkam kjo? Qëkam kjo edhe? Pse për mashtërën vetën e, për mashtërën kohën e, pse kështë? Andaj, tjeni kujdesshëm, Allah ju shpërbleft, Allah ju rujt, na do të lutemi për juve, na do të interesohemi për juve maksimum ato mundësi tona, qysh për e shkon puna juj, edhe ta është bota, edhe pësa është e madhe, po është vogël aty. Me komunikime, me udhëtime, me konferenca, me seminare, prandaj edhe pse jeni të lirë, edhe ju mundi më marr pjesë për seminare me papers, mundi më marr pjesë edhe me komitesa, ka problem asnjë. Po qëllimi sa po lexoni, sa po interesoni. E zhvilloni intelektin e juaj që nga tani aty. Mos rrini. Se çu ta ushtronë vetëm, piçetashtë, tu lexu çashtu kemu plan. Nëse piçetashtë jetë me si xhallar, sa kolegët e mi, që është toni jetën kam i shku jetë edhe me. Kur një libër se ka lexuar mas fakultetit diplomit. Kur nuk lexon diçka të rejetaze, kur nuk shfleton diçka në internet, mirët në material të mëqëm, nëllafe të mëqme, e krejnë apo flet në mëndinit, në mënd islam, të pastaj islami, jo terroristët, jo islami s'pëtin me mëdheq dikush, po normal, njërës të badishëm, që kanë thot pleqët në gjysë hoqë e brish fejën, gjysë mësues e brish, kon studentin edhe, e në nuk po kemë që me bo gjysë hoqë, as gjysë studenti, edhe në gjysë mësuesi, po do me bo plot, e perfekt,
E kjo bëhet me ndihmën e Allahut xhaleshan dhe me sinqeritetin e tuaj. Keni sinqert me Allahun, se Allahu ka mendim. Nëse se keni sinqeritetin e një zemër brenda, atëherë edhe rezultatet zdanë mirë. Allahu ju rujt edhe ju pakujt. Faleminderit për ardhje. Inshallah, a vjen mirë që u takum. Do të jemi në kontakt për çdo rast apo që agronë djalë vllavit. Kjo është edhe përmundim me sipër doktoraturës, alhamdulillah. Këtu prandaj atë komunikoni, mbani vllaznin mes veti, mos u rrokni, mos u përloni dinë as shqiptar që më gjak nxehtë. Ne më një herë na gufon tonë la merresh ajo, po ta ruaj pak. Atë kemi pak butë, bëhemi pak si valezian, ne marrim pak dosifate të mira këtu në pak në shqiptar, duhet mi shartu ka pak ata adete tona, vetit tona që i kemi atë më këtu në Kosovë me një qësi modeli. Çështë ka nevojë sa. Se nëse zgjohesh që ashtu ti vetë ju e u leksi Kosovës me çekish të bën masajna. Apo policia ti çfarë atë nuk tash ardha në Kosovë para me 12 s'ka, s'është e Kosovë që ka qenë më herët. Nuk janë ata bot kuptimi që ka qenë dikuri më herët. O ti dërsuat. Pyet na intelektual se si kuptojmë ta, jo ndoshta s'mundi mi vërejt ata. Mirë po nëse ju vazhdoni kështu shko flas, me angazhim, me punë intensive do të thotë, me studim intensiv, besoj te Allahu xhallahu shano kur s'kemë më pas ju atë me çu Kosovën përpara. Kur s'kemë më pas problem. Sukses inshallah, Allah ju ndihmoft. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.